Në këtë pejsazh që të kujton pikturat e impresionistëve dhe brenda këtyre shtëpive gjen histori nga më të veçantat. Ky fshat quhet Lëpusha, që është cilësuar si kryevepra e natyrës së Kelmendit dhe perla e Alpeve shqiptare. Emrin e ka marrë nga një bimë barishtore që nxjerr një lule të verdhë në periudhën e pranverës dhe që quhet lëpushtra. Ky fshat është i rrethuar nga Alpet dhe mund të shihen edhe bjeshkët e nëmuna, si dhe ka një pasuri të jashtëzakonshme me fruta të egra të pyllit, por edhe me bimë mjekësore. Me to banorët kanë krijuar produkte nga më interesantet, jo vetëm për konsum vjetjak dhe familjar, por edhe për të pritur turistët. Mirë, a jeni mirë juve? Si e kaloni? Hajde në bërëm, në stanën donë. Do dalim atje në malë, mbledhim, e vime i bajmë. Bajmë për vetin. Këta i bëni vetë? Po, vetë. Mishin e bajmë vetë, djathin e bajmë vetë, t'lunin e bajmë vetë, mishalinën vetë, mazën, tëna i bajmë vetë. Tash në me imel, tash u këtu kam shpine, kam atë e do ashtu veç. Hajde, bëm. Tash, për dimen. Gjitha i keni për vetë? Gjitha i kena për vetë, po këtu e kam si magazin, se maj verë punë tonë, sa me i gatesh për jetin prej se anzete, na vjen mize, na vjen adin. Këtu reqelin, baronicën. A i ki këtë e reqel baronicën? Po, kjo është në vinro për Italijet, edhe thonë bile këto, jo mëre dodë, se në këto më thrasin, e na vetëm bukën e djathin me hagët, në hëtë kena bëu. Janë disa produkte mjaft elegante që sot konsiderohen ekskluzive, të cilat po ka përcejnë pragun e shtëpive për të tregtuar, dhe madje interesi është jo vetëm tek të huajt, por edhe në tregun vendas. Po e bëni më shumë për qerasje, pra. Po. Hidhni 2 lugë nga ky shorupi edhe holloni me ujë. Për qerasje me pim vetë. Kur ha buk për shamo, vetë godesi gotë sharupe dhe pim as bukët. E për shumë, për qa bën mirë kjo, si mendon? Për gjitha. Për gjithçka. Për gjithçka. Qesnja, gjak. Te ke vetë, për gjithçka të mirë. Edhe sheqerin e ka brenda vetë. Po, ka vetë, s'ke nevojë, se ja kam qitë, ja kam hellë. Tash e ke veç me pi. Mira, më ka thonë. Gjustina ka mli dhe ka bam duket. Nëse banorët e Kelmendit prodhojnë produkte tradicionale vetëm për konsum familjar, Gjustine Grishaj, prej disa vitesh, ka gjetur mënyrën të fitojë prej tyre. Këtu në Lëpush ndodhet ky dyqan, i cili është i vetmi në gjithë Kelmendin dhe ku mund të gjenden produkte nga më të veçanta të prodhuara me fruta të egra të mbledhura Alpeve, si dhe me mbimë medicinale. Këtu shohim një mori kombinimesh me boronicën, nga ku prodhohet rakia me boronicë, shërupi i boronicës, reçeli i boronicës. Kemi gjithashtu edhe prodhime me thanën, ku natyrisht është edhe rakia dhe shërupi i thanës apo reçeli i thanës. Por ajo që të bën përshtypje janë edhe disa bimë mjaft të veçanta që gjenden lart në Alpe, siç është sanza, si dhe kërpudha e egër që kërkohet sidomos shumë nga të huajt. Si mjetë, vetëm kërpudha ka marrë fshati
prej 1000 lek i ka marrë 1,5 milion lek. Fshati i këta njerëzit. Nga ky dyqan çdo vit tregtohen rreth 1,5 ton prodhime krejtësisht bio, të cilat jo vetëm blihen nga turistët, por dërgohen edhe në restorantet më shik të kryeqytetit. Nuk menoj vetëm për vetin, më shumë po menoj për fshatin, edhe për familje, se një njërë vetëm edhe me dal jashtë aty me dal me prej 2 dru e gjen ushqimin e vjetesë. Me qenë se fshati ka nevojë edhe familja. E na tonë bashkë në këtë fshatin e 75 vetë. Jo vetëm vetë si fitoj, po fiton edhe fshati, gratë, fëmija. Po ashtu kanë marrë edhe 3 kintal boronica. Si ableva. Edhe çajin, edhe selepin. Jo nuk fitoj jo, në këtë po fitojnë edhe fshati. Fama e produkteve të Gjystinës ndihmohet dhe nga fama e të qenurit beqare, të huajve dhe vizitorëve, u prezantohet si burrnesha e Kelmendit. Që të shesësh edhe produkte. Duhet e fi reklam, se po s'mon e fi reklam nuk shkojnë gjatë. Po ma shumë pak, se burrnesha për tash nuk. Po më kanë ndihmuar shumë. Reklam kanë ndihmuar. Po kam ndihmuar se më kanë vetë, se unë nuk mune, se një njërë që janë si martum, nuk mune me thona burrnesh, se burrnesh ti flanë për natë me burrë, e burrnesh, unë jam beqare, kam neje, kam majt, ta man traditin si duhet me majt. E kam bajt. Se shumë thoshin, ama Justina kush e ti kush e... E ke majt nuk e tim nëse. Ja, kam majt, dhe në zotin nuk kanë shpuna me shpasja, ato punë janë gjonat e profesionale, nuk mundet kush me i dit, po puna se kam majt. Në Kelmend vajzat që vendosin të mos martohen respektohen. Me thonë drejten, mu më respektojnë shumë. Se nuk thonë se është femën, po është djallë. Për kushtimin ndaj prindërve për kelmendasit, është vlerë më e madhe se pasja e një burri për krah. Jam shumë prej fshatit e prej tonë venit, si ma rrisin këtë gjanë. Një ma krenare, ma respektume, ma shumë. Si kur t'ishim kanë një grua martume me fmi, sot nuk ishim... Ku? A bërë ashtë vite njofë, sa shkërkusht. Kështu më njojnë gjithë, se jam e lirë dhe jam shumë. Kam marrë tomë, kam marrë famën shumë, se unë jam e lirë në mos lë fundin me tira matra atje. Me tanë të kujtë, po, shumë. Gjithë në agatim kam bëjnë një këtë, agatim kanë shkruje, agatim kanë marrë, kanë qitër në libra, në gjana. Për Gjystinën të qenurit beqare, nuk ka qenë kur problem. Përkundrazi, e ka bërë të zonjën dhe të pavarur. Pungat me baraki. Produktet me të cilat ajo çudit këdo është sanza, kërpudha, salepi dhe boronica. Për secilën prej tyre, çmimi është shumë i lartë. Pas raki me boronicë edhe raki me sanz. Bima më e shtrejtë është sanza, edhe rakia me sanz. Kjo është po. Se këtë sa e shet të për këtë unë e shes tash 3.000 lek, 4.000 lek. 300 lek të reja. Po. Edhe... Po kërpurdhën sa e shet kërpurdhën e egër të malit? Kërpurdhën e 1 kile e shet 60.000 lek. 60.000 lek? Po. E marim? Po, shumë. Ku e qonë ti prodhimi? Vetë gjikush në për restorante si me lypin, dikush më lyp 5 kile, dikush 10 kile, dikush 20 kile, dikush. Edhe këtë prodhime shkojnë edhe në Tiranë, shkojnë edhe jashtë, i marrin fritnit, morgeshat. Por pavarësisht çmimit të lartë, ajo arrin t'i shez nga kontaktet e vëna fal website-it që ka krijuar. Ka bjell në përbari e shtubim. E ka thaj, ka... Kjo është nana eme. Këtu me musë. Po mirë, po, se ata nuk mundet, se nuk kem vinë shumë me full, se nuk jam shumë e gojës, jam shumë e punës, me kanë një tjera e gojës, jam me kanë kush me mua. Jo se është nana eme, po është për imen
një plak shumë e mirë, shumë e fort, shumë punëtore, shumë e dashton. Tani nona ti kam mësu gjitha këto, ty kush ti kam mësu? Këto, me thonë drejten, më shumë e kena marrë prej babet, se prej nanet, po me qenë se baba dhe nona janë mja, edhe na i na fëmija, i kena marrë prej të dyve. Po, a i ka më shumë i ka studiua, se i ka pas më shumë shkollë, kja ka pas më pak shkollë. Nga moria e produkteve, Gjustina na tregon përgatitjen e shërupit të boronicës, rakis me sanza dhe të salepit. Mos më njëzë dhe më shatet, ku do të më gjarëmi, si jam të me dru. Do të hidhim boronicat. Jo, banja dhe me të njoma. Tash do të marrim edhe 2 kg ujë. Pa ku natën nuk ka se jam si me kanë me njërë, pa njërë në durë. Tërmojmë selepin. Këtë që jenë malë. Vetë e grumulloj. Ka herë dalë edhe blidhi, po ma shumë ma bje në shatit. Vetëm ashtë e shtirë për me gjirë. Sa është në malë, është në dhekja. Një kënë talet është me turista, është e kënë Shkodër, edhe në Tiranë. Vinë njëzit e marrin. Të janë gjona primitive, se me kanë mirë, kite me dash me që me blu në mëdhi. Jo. A dhe si thonë, në barabar do të probojmë, do të godisim, edhe pëse nuk të kënëmohet, i shhije në ka barabar. Na ina këto 5, i të dash 10 lugë. 10 lugë. Na do e 10 ditë? Po, 10 ditë me këtë mëdhi, 10 e 15. 15 ditë. Po përbrojmë, po bojmë ma pak, nuk po pim ka një tas, po pim ka i gjysë tasit të tonë. Ja, se do të bojmë kështo. Kjo është një konë për fët, kur është një smurë, i ka shumë kull, për barkë, edhe ma shumë për fëmi të vëjnë. Po me qenë se thuam për fëmi, po ma shumë po i hapë në të mlejtë se fëmija. Kam fillu me 10 dora qaj, e me 2 kg kërpulla, e me pak 5-6 kg boronica, tash nuk ka ma me 5-6 kg, tash ka me kintala, nuk ka. Po, me qenë se na, ina. Ja vë të shpimin ty. Janë të hapë, shpimin të shatit. Ma mire për mua. Ky salep ka një aromë që ngjan me aromën e dheut, pasi dhe vetë rrënja e salepit është e vendosur nën tokë. Të jenë bërë shumë, vjetë nuk ka pasra, për shumë tjera vjetë dhe me 6 metra bërë karo. Ka me shkua. Këti, hadë, këti, hadë, këti. Njëgët ashtë, njëgët i vjen gjyra. Pas salepit boronica ka zirë mjaftueshëm për ta kulluar. Nuk merën lek kullaj. Pa punë s'ka lek. Punon. Ka punë, pra ta janë shtrajta, jo shumë shtrajta, se ka punë. Që tonë ditën duhet me punua 3 vetë për me bëngët kavanoza. Hajse s'ka problem. Se ku ka, nuk ka pa oder ka i fije. Për çdo litër, do në 350 gram sheqer. Tash këtë do të vetë prapë pigjerm. Edhe tash do të hedhim sheqerin kur të binë val kjo, don një çerekurët për më bë gati. Apo ma bën sheqerin. Ju boronicën e thani më shumë se s'keni dhe frigorifer ku ta mbani, që ta fusin. Po unë jo, i thaj se s'kem frigorifer, po unë shkojnë edhe më shumë të thata. E u kam edhe ma leverdi me i tha se njoma. Se njoma ban 1 kile, ban 3.000 lek, kurse 1 kile that, ban 23. Masja hekë edhe 3.000 lek se... Ma bina gotën më thonë. Se vajnë lojna shumë. Po, për çdo ditë. Ban, është një plak shumë
I bën nismet shumë vetit. Edhe na duam shumë me thënë drejtën se me qenë se baba na ka lënë vëll, edhe duam edhe më shumë nanën. Kjo ka punua shumë. U ka dhanë lotërët e vëllajtë, u ka dhanë shkollën, në punë, në krepsh, që ka punua. Unë kam punua shumë, kam gazua shumë, qysh sa grima kam fillu me punua, më të thënë drejtën qysh 12 vjeç. Ai ka pas librin e Macedonit, kur kanë një libër Macedonit, edhe baba ma la emrin Don, atë na meti Don. Tom shati hot Don, me 2 emra. Ata shoh me kanë puna luftë, s'ka dashur me kap lufta, bën çefyre. Po, shumë pak vetëm shoqë si kam kryer shkollën. Doni, edhe u ta shati këto nuk e mojnë si femën, mojnë si me hon burr, se nuk jam martua. Po pse si martu? Nuk martova se ishte këta deshtën shumë deshtën. Prit se janë edhe dy gjona. Këta baba na diç, nona ishte me fëmijë shumë. Fokara lek pa kur gjan fëmia po doshin me shkuën në shkollë, nuk doshin me lan. Ata sikur të martoheshin edhe vetë, me nuk fëmia nuk kanë. Unë kam punua, u kam marrë shkollën aty, tash ata mua, unë jam këto, kjo se mua mund ngën diçka. I kam motat, i kam dhënë, unë jam gati. Shumë shoqet e mia si po janë, nuk po shkojnë mirë, po dahen, po në këtë mes po hinë fëmija, qa kanë, pëse nuk shkojnë më mirë me burë, po dahen a fëmija mesin rrugës, ata në ma mirë, mas me prish, as me burë, as me fëmija shko gja, e më nova gjanat kështa, edhe jam ma mirë, quam kur dua, ha kur dua, shkoj kur dua. I shoj aty në televizor, ka dret burri gruan, ka dret baba djali, ka dret djali nanën, ka dret shumë. Ma mirë se mua s'ka kush e mbret. Po, mua s'ka kush e mbret, s'ka kush ka të rrugë me që ka të rrugë mu me ta. Vetë jam kjo si ka të rrugë me ta ka herë. Ti në fasit shumë jetave? Jo, një kam që një për ditë, edhe sot si jam 50 ditë që një. Jo, nuk kam dalë, as shefta, as kur jam bëga faqe, kur dalë bëga faqe. Shkoj prej to, nisem me shkoj në Tiranë se kam pas, jo tash jam plak, tash e beshe vetë, po kur jam kanë re, kam shetite, kam marrë, kam shku, nuk kam pas frigë. Prej këto e me shku në Tiranë në sërë anë dhe edhe më këtu se ma ka thonë kush e djali. Po kanë thonë, a djali. Rakia me sanza është nga produktet e padëgjuara, të cilën ajo e përgatit me bazë rakinë e kumbullës. Vua prej stomakut ose prej rruzet gjakut si ke magut, rruzet e bardha, ti mundesh me pi me ujë, po duhet me pi vetëm 10 gram prej ilaç, jo më shumë. Po pive më shumë çanda? Pi më shumë atë në se nuk din gjaku ije. Çdo gjë që i vetë të vrua kja as si puna drogë, se çdo bime ka pak drogë. Se ka shumë, dikush i pin dohojnë e man këta, për mas me pi dohan për me lanë dohonin. Po, e shumë vjetë e mojnë në goj. E grimë të e fusin një kuti shkrepës, ata një kuti tjetër. Paketimin e bën me kavanoza qelqi. Se duhet me shti pak në zetë, se mas me shti pak në zetë, kjo prishët e të në. Letë 5 minuta shto, për me marrë ajrin e vetë si mas mu qartë. Sipas Gjystinës, për çdo sëmundje në vend të ilaçeve, mund të përdoren vetëm bimë. Dhe ajo kërkon
të na tregoj një prej tyre. Ti venit. Na du prej deg. Në Vermosh dhe Lopush, gjithmonë ka munguar një qendër shëndetësore dhe kjo ka bërë që tek banorët të mprihen një urit për të njohur bimët mjekësore dhe efektet e tyre në organizëm. Me smorisë të bimëve mjekësore që në Alpe i gjen me shumicë, ajo që të bën përshtypje është mrina, një pemë që ndodhet pranë çdo shtëpie në Lopush dhe që ka një efekt të jashtëzakonshëm për të hequr dhimbjen e kokës. Pa? Edhe i loje këtë verdhën poshtë. Mo mirë janë këto, i lachet, si kena shatit se me shku mi ble për që të mule këta. Nuk duhet gja, mo mirë këta nuk ashtë, as t'i doj, as nuk bojnë në dhimi stomakut, as kur gja. Këta janë, si i kanë përdora për parën. Kanë mungu e i lachet, i ka falë zotit të t'janë. Gjystine Grishaj me të ardhurat e fituara nga shitja e produkteve të veçanta, po ndërton së fundmi dhe një hotel. Në Lopushën, ku kanë mbetur jo më shumë se 70 familje, ajo ka arritur të krijojë markën e saj të produkteve me johon kudo. Burnesha e kohëve moderne e di që jeton në një vend me bukuri që ma gjeps vizitorët, sikurse e di dhe për legjendat që e rrethojnë. Bukurinë e sill me bimët e ralla dhe legjendën e ringjall, duke pranuar se është Burnesha e Kelmendit. Miksimi i të dyjave i kanë dhënë mundësi jetese më të mirë familjes së saj. Vetëm duhet me ditë, më faqit shumë tash. Me shumë le iun si e poste. Jo, nuk ka po, vetëm